Edhe pse nuk mbretroi moti i mirë, kjo nuk i ndali qytetarët e shumët nga treva të ndryshme shqiptare për të marrë pjesë në zbulimin e bustit të misionarit të famshëm për pajtimin e gjaqeve në veri, Avde Regja. Kjo ceremoni u organizua nga familjarët në 100 vjetorin e lindjes dhe 5 vjetorin e vdekjes së patriotit dhe ish kryetarit të pajtimit të gjaqeve në Tropoj, si dhe në shenjderimi për jetën dhe punën e tij të palodhur që ka bërë gjatë gjithë jetës, po ashtu punën e palodhur për humanizmin që e ka karakterizuar gjithë jetën, misionin për pajtimin e gjaqeve dhe veti të tilla të tjera që ka pasur e që e ka ndalluar nga të tjerët. Është ky Avde Regja. Familjarët, miqt e bashkëpunëtorët, në mesin e tyre edhe një numër i madh i qytetarëve, bën nderime para bustit të tij, tashmë të ndodhur në fshatin Bujan të Tropojës. Përveç nderimeve, disa nga të pranishmit mbajtën dhe fjalime, të cilat në përmbajtje kishin qëllimin e arsyes së këtij tubimi. Të flasësh për Avde Regjën është mision i vështirë. Ndodh shpesh që për njerëz të mëdhenj flasin dhe vlerësojnë njerëz të vegjël. Kultura, njohuritë, fjalori dhe vepra e të cilëve është shumë e vogël nga mençuria, larg pamësia dhe vepra e atij për cilin duhet të flasësh dhe duhet të vlerësosh. Këtu qëndron vështirësia e parë dhe kryesore për të folur dhe vlerësuar Avde Regjën e Bujanit të Malësisë Gjakovës. Avde Regja lindi në një familje patriotike me vlera shumë të mëdha. Për zgjuarësi, për bujari, për trimëri, dhe gjithmonë trimërinë e përdori vetëm për flamur e për adhe. Avde Regja ke një burr i nderuar, ke paqësor, ke humun, dhe shpirti i tij ka shpirti fukaros. Ku dha Avde Regja ka në hapun për burrat e Malësisë Gjakovës, për veriun, për fukarajn e për gjithë njerëzimin. Sa herë kujtojmë Avdi Malën, na del parasysh një burr i matur i fjalës, i besës, me një vizion të veçantë për kauzën, për bashkim kombëtar shqiptar. Avde Regja ishte njos i madh i rregullatorit të jetës njerëzore, në mungesë të shtetit, i kanunit të Lek Dukagjinit. Ishte njos i mirë i dokeve dhe zakoneve, i shtetit dhe institucioneve të tij, i fuqisë së tyre. Për të njohur më shumë jetën e Avde Regjës dhe veçantitë që e karakterizuan gjatë jetës, u mbajt ceremonia solemne për nder të 100 vjetorit të lindjes, shpalljes qytetar nderit të Tropojës dhe për nder të 5 vjetorit të ndarjes nga jeta. Nga foltorja e këtij takimi, fillimisht të pranishmëve ju drejtuar prezantuesi i kësaj ceremonie. Mirë se keni ardhur për kujtimorin kushtuar Avde Regjës në 100 vjetorin e lindjes së tij, të 10 vjetorit nderimit me titullin qytetar nderit të Tropojës, si dhe 5 vjetorin e ndarjes nga jeta. Avde Regja ka lindur në Armagjoka të Bujanit të Tropojës me 13 mars 1925. Fëmijë një familje thjesht, atletare e me shumë vojtë në Malësinë e Gjakovës. Avde Regja lindi një familje thjesht tropojane, ku ishte vetëm 3 vjeç, humbi nënën, dhe kjo do të ashtynte që gjithë jetën e tij të dedikoj vetëm veprave të mira dhe jetimve. Pas viteve 90, ai do të bëhej një zë i fortë në gjithë trevat e veriut dhe diasporës, një misionar paqe i cili me autoritetin dhe mençurinë e tij do të pajtonte pafund familje shqiptarësh në konflikt, të cilët prej vitesh ishin edhe në gjak me njëra tjetrën. Punoi në ndërtimin e hidrocentalit Firzës dhe Komanit. Energjia dhe pasioni, rezistenca si dhe drejtësia e tij, por me pas edhe angazhimi si misionar i pajtimit gjaqeve, e bën që të ishte një në ndihmëtarët më të mëdhenj të familjeve të godituar nga plaga e gjakmarrjes, ata të kthejnë jetën reale, duke llogaritur me qindra njerëz dhe familje të ngujuara. Duke përdorur fjalët e tij turta, mençurinë e popullit në një parim ndukje aq modest por aq unik, nuk digjet pylli për një lis, për një gjak nuk shuhet një fis.
Veprimtaria e tij misionare pajtimit gjaçeve që ndon akoma si një dukuri e pandalur në tojet shqiptare, kryesisht në veri, për fjalën dhe kontributin njerëzor që ka dhënë Avdi Rexha në malsinë e Gjakovës në diasporë Kosovë e gjithkund. Bashkia të Tërpojës me 18 mars vitit 2015, ditën kur ai kishte 90 vjetorin e lindjes, në një festë madhe organizuar nga fëmijët e tij, i dha titullin e lartë qytetar nderi të Tërpojës. Këtë titull të merituar Avdi Rexha ruajti me nder, duke shpërndarë dhe për 5 vite tjera nëpërmjet punës dhe kontributit tij të ndershëm për pjekjet e pandalshme fisnike për t'i dhënë pafundësisht humanizëm dhe frymë paqe të Tërpojës. Jeta e tij u mbyll me 25 dhjetor 2019, duke lënë pas tij një emër të nderuar, veprën dhe shembullin e veprimtarisë mbërslance në përmirësimin e jetës komunitetit ku ai jetoi dhe veproi në malsinë e Gjakovës dhe kudo tjetër. Avdi Rexha është quajtur dhe si mbrojtës i vlerave të demokracisë. U nda nga jeta 95 vjeç dhe gjithë ata që e njohën gjithmonë kanë theksuar se mosha asnjëherë nuk ndikoi tek fjala e tij e mençur dhe tek maturia e tij. Ai vazhdoi të pajtoi gjaqe në një zonë ku ky fenomen ka qenë vazhdimisht problematik dhe ka prek shumë familje. Avdi Rexha mbetet i gjallë midis nesh pikërisht për fjalën e tij të matur, turp, të mençur, dhe gjithë jeta e tij u mbështet në zemrën dhe mendjen plot dashuri, 95 vjet në shërbim të njerëzve në nevojë. I përjetshëm kujtimi, fjala, vepra dhe misioni humanitar i Avdi Rexhës. E të pranishmit në këtë ceremoni përkujtimore, patën mundësinë që të dalim para foltores për të marrë fjalën dhe t'i thonë disa fjalë në shenjë kujtimi për Avdi Rexhën. Fillimisht mori fjalën Gjin Marku, kryetari i misionit të pajtimit të gjaqeve, i cili foli për jetën dhe veprën e misionarit Avdi Rexha. Në të takim të rëndësishëm edhe për ne, që kemi kaluar vite krah Avdi Rexhës, që na la një mësim të jashtëzakonshëm, dhe nuk dua sigurisht të përsëris as të zgjatëm, sepse u tha na gjëra të mira dhe ata që kanë punuar me dokumentarin kanë punuar shumë mirë me përgjegjësi dhe profesionalizëm dhe sigurisht kanë paraqitur atë që duhej. Dëgjova dhe fjalën e personaliteteve, përfaqësuesve migjve të Avdis, të cilët me shumë dashuri, me shumë mend evidentuan ato vlerat të cilat duhet t'i freskonim, t'i rikujtonim në këtë ditë të shenjtë. Sigurisht jam ndirë më krenar se kur pash veprën artit shtatorën e tij, sigurisht ajo është një bust, por ishte vepër arti dhe ishte në vendin ku na ka pritë përcjell, na ka dhënë dorën Avdi Rexha, kur vinim dhe kur na përcillte nga kulla. Kam qenë 10 herë në atë kull, në asnjë vend në Shqipëri nuk kam ndjerë atë mikpritje, atë bujari dhe atë dashuri që kam ndjerë tek familja Avdi Rexhës. Jam shumë mirënjohës familjes së tij për shërbimin që na kanë bërë dhe shërbimet që i kanë bërë Avdis në punën e tij të jashtëzakonshme dhe sakrificën e madhe. Unë desha të them se sigurisht për fëmijët që kemi këtu, për nënat, motrat, bijat, mesat, stërmesat, Avdi Rexha mbetet sigurisht një dashuri e veçantë. Jam i bindur për te, sepse në gjithë bisedat që kam qenë në shtëpinë e tij më ka folur vazhdimisht për djemt, për nipa, për mesa, për smajlin, për bujanën, për rejat që i shërbenin dhe që i njoha dhe ju jam për ullin me njohje. Dua të them se të gjitha u thanë, s'kan çfarë them unë aty për Avdin, nga ato që thanë të tjerët. E di se sa shumë keni për të thënë të gjithë për te, se sa falënderim keni, se sa dashuri, se sa mirënjohje dhe se sa krenari keni gjithë, ashtu si dhe unë. Dua të theksoj vetëm diçka të cilën e kam parë në jetën time prej kohësh që në fëmijëri që jam përpjekur të mësoj diçka nga libri e nga jeta. Në
Historinë e njerëzimit është një figurë shumë e lartë që do shkojnë mijëra vjetë do përmendet Sokrati. Ai sigurisht I përket Ballkanit, se jemi një prejardhje thuajse. Studentët e tij ishte filozofi I drejtës edhe mësuesi bashkosi Platonit, filozof dhe politikës së drejtës. Sokrati nuk pranoi kur të shkruante libra. Dhe thoshte, nëse vërtet jeni të ditur e të mençur, hajde bëjmë dialog, hajde të shprehim mendimin ton, meditimin ton dhe të themi se cila është e vërteta, se ata që shkruajnë libra, ata një pjesë e madhe janë nxënës të mit, janë filozof, janë të ditur, por nëpërmjet librit mundohen të fusin edhe një interpretim që del jo nga shpirti, po thjesht nga përpunimi I mendjes. Dhe përvoja e Sokratit ishte e tillë që ai asnjëherë nuk u braktis nga studentët. Të gjithë ata që shkruajtën libra dhe Platoni nuk shkonin studentët në auditor, të Sokrati që shkruante libra, të gjithë studentët shkonin dhe ndiqnin me vëmendje dhe me dashuri. Vetë jeta, momenti jetës së tij kur nuk pranoi të çlirohej nga burgu të cilin e vendosën mbretërit, sundusit edhe njerëzit e ligjit të asaj kohe, por pranoi pikërisht për një thyrje të vogël të ligjit që të pranonte dënimin me vdekje, se nuk mundet tha kurse si që të pranoj ata që lëviznin gjithë Athinën për ta nxjerrë nga burgu dhe për ta çuar në shtete të tjera, por tha unë tha pikërisht mësimi I parë që do t'i jap fëmijëve të mi le të vuajnë por të mësojnë se kur thyet ligji njeriu duhet pranoj dënimin dhe me vdekje. Dhe Sokrati pikërisht ishte Avdi Rexha, ashtu si edhe shumë shokë miq të tij. Unë asnjëherë nuk e pash Avdi Rexhën të udhëhiqte e të printe pa vënd në mes ose përpara shokët e tij, kolegët e tij, të gjithë ata, Bajram Sulejmanin, ndjeri në Bajram Sulejmani, Hamdi Bajraktarin, kam parë me Metalin pranë tij, kam parë Sokoldelin, kam parë sot I kemi sigurisht mes nesh edhe kanë ardhur të nerojnë Adem Isufin, Zef Sokolin, të gjithë njerëzit më të devotshëm për të qenë krah Avdi Rexhës. Dhe Avdia kur në kurrës nuk la tjetër mësim në këtë botë përveç se fjalës së dashurisë për njerëzimin dhe dashurisë për të mirën e vendit dhe jo për interesin e tij, jo për interesin e familjes së tij. Vetëm që fëmijët e tij të rriten të devotshëm e të jenë krenar edhe shoqëria për ta. I pash edhe sot djemt e Smajlit, pash takova dhe njerëz të tjerë të familjes, jam shumë krenar që jam mik I kësaj familje, jam shumë krenar që jam mes tropojës, mes të këtyre njerëzve kaq të devotshëm për njerëzimin. Dhe kur nuk shohin interesin e tyre përpara shërbimit të njerëzimit, ashtu siç bëri Avdi Rexha që sakrifikoi gjithë jetën dhe gjithë pasurinë e tij e vunin në dispozicion të miqësisë të gjithë njerëzve që kishin nevojë dhe e vunin në dispozicion të tropojës dhe të Shqipërisë. Për mua nuk mund të them lavdi qoftë emri I tij, por emri I tij inshallah do të na prijë gjithmonë si simbol I njerëzimit dhe I vlerave që ka nevojë njerëzimi. Ju falenderoj shumë se u zgjata. Për një fjalë përshëndetse u ftua edhe Altin Bërbati, nën prefekti I qarkut të Kukësit. Bërbati tha se burrat lindin dhe vdesin, e pas ka burra që lindin dhe s'vdekën kur. E njëri nga ta është Avdi Rexha, një burr që lindi dhe nuk vdes kur. Ai ishte një kapacitet mençuror që kishte kuptuar në kohë ndikimin ndërmalsore të shtetit dhe të institucioneve të tij, të ligjit dhe të forcës së tij, si dhe të kanunit, të moralit dhe të zakoneve në malësi nga ana tjetër. Unë ndjehem shumë I nderuar dhe I respektuar që mbaj të fjalë përshëndetëse me 100 vjetorin e lindjes së Avdi Rexhës, 10 vjetorin e dhënies qytetar nderi dhe 5 vjetorin e vdekjes. Burrat lindin dhe vdesin, pas ka burra që lindin dhe s'vdekën kur. Dhe Avdi Rexha është njëri prej këtyre burrave që lindi dhe s'vdes kur. Si sot 100 vjet më parë nisi rruga e Avdi Rexhës. Sot kremtojmë gjithë 100 vjetorin e Avdi Rexhës.
nuk do të vdesin kur Avdirexha, do të jetojnë mes nesh, do të jetë i gjallë. Veprat e tina uroj që të shërbejnë për familjen e Avdirexhës, për gjithë malsinë e Gjakovës. Uroj që nisma e Avdirexhës, si misionar i pajtimit të gjaqeve, na shoqërojnë të gjithëve si shembull i mirë dhe duhet vazhdojmë ta njekim këtë rrugë. Ju falemnderit të gjithëve, i përjetshëm qoftë kujtimi i Avdirexhës, Zoti ju ndërroft familjen e Avdirexhës, Zoti ju ndërroft. Faleminderit. Fjalimet në këtë ceremoni përkujtimore nuk përfunduan me kaq. Për të marrë fjalën në vazhdimsi, u ftua Zeqer Hasan Papaj, kryetari i Komitetit të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare Tropoj. Sot është një përkujtimore për një burr të shquar, një familje të nderuar, patriotike, me vlera në luftrat për liri e pavarësi. Gjatë luftës antifashiste nacional çlirimtare, ku familja e Avdirexhës ishte ndër bazat më të rëndësishme të kësaj epopeje të lavdishme. Avdirexha është ai burr me virtyte, një burr shumë gjymer. Ne, si organizat veteranësh, e kem pas në gjirin tonë derisa u shkëput nga jeta. Ai na ka shoqëruar në gjithë veprimtarit dhe është për të bërë përshtypje shumë. Zgjuarësia e tij, kujtesa e jashtëzakonshme e këtij burri, aftësitë e tij për të mbajtur mend historinë e lavdishme të malësisë të Kosovës, fliste për heroj, për dëshmorët në aktivitetet tona. Dhe ne ndjehemi të nderuar si një burr si Avdirexha, është popularizuar kaq shumë siç e shohim edhe sot. Ai pra është i gjallë sepse jeton veprimtaria e tij shumë e dobishme që na sjell mesazhe të sotme që kemi aq shumë nevojë për të forcuar unitetin, për të harruar atë kaluar të zezat që ka kaluar, vështirësitë e tjera, por të vështrojmë përpara me unitet, me atë dhe dashuri, siç e kishte Avdirexha. Për një fjalë përshëndetëse u ftua Ahmet Mala, i cili shprehi mirënjohje tek të gjithë për pjesëmarrje. Ahmet Mala përfaqësoi trungun e familjes së Avdirexhës. Të nderuar pjesëmarrës Malësisë Gjakovës, të nderuar të ftuar nga mbar fiset shqiptare, duke shprehur mirënjohjen për pjesëmarrjen dhe respektin tuaj në këtë aktivitet, unë si pjesëtar i trungut familjes Avdirexhës nuk di çfarë të them më shumë se çfarë është thënë edhe po thuhet në këtë takim. Avdirexha lindi me 13 mars të vitit 1925 në fshatin Markaj, djali i parë i Rexh Mehmetit, në një familje të varfër nga ekonomia, por edhe të varfër nga mashkujt. Në moshën 4 vjeçare, meti jetim pa nanë dhe u rrit në kujdesin e tjatit, që në moshë të re u përball me punë të vështira dhe u kalit me gjitha llojet e punëve brenda dhe jashtë shtëpisë. Duke qenë se jati i Avdis ishte ndër burrat e mençur dhe me autoritet në marsi, shtëpia e tij shërbeu si oda e burrave, ku burrat e marsis mlidheshin, diskutonin për problemet e kohës. Avdia shumë i ri u shërbente deri në orët e vona të natës. Bisedat që bënin burrat e marsis për Avdin ishin leksionet më të mira, shkolla më e mirë ishin universitet për ta, të cilat shërbyen për formimin e personalitetit në dallim nga mashatarët e tij. U rrit Avdia u martua në moshën shumë të re, rreth 18 vjeç, dhe nga kjo familje e re lindën dhe u rritën 6 djemë dhe 4 vajza. U rritën me shumë mundime dhe me fukarallëk,
si gjithë bashkëtarët e tij. Avdia në gjithë kalvarin e vujtje fizike, por dhe psikologjike, nga lufta e klasave të regjimit të kaluar, njeu edhe dhimbjen e madhe për vdekjen e 3 djemve dhe 3 vëllezërve, të gjithë në moshë shumë të re nga 50 deri 55 vjeç. Por ai nuk u përkul asnjëherë, duke vazhduar me ngulm mësimet e fituara në Universitetin e Sobës së Burrave. Ai u bani nismetar dhe prish për pajtimin e gjaqeve dhe ngatresave, duke kryesuar sa ishte gjallë misionin e pajtimit në Malsinë e Gjakovës, por dhe jashtë saj në Kosovë, në Shkodër, vizë të tjera. Avdi Rexha ishte njeri me shpirt të madh, shumë i ndjeshëm për çdo fatkeqësi, për çdo ngatresë apo problem shëndetësor që mund të ndodhte donjëherë. Nuk ka shtëpi në Malsinë e Gjakovës që ka pas fatkeqësi e të mos ketë shkuar Avdia për ngushëllim e për të lehtësuar sa të pak vëjimet e tij. Ai kishte parimin dhe thirrjen, ku ka një ngatresë të shkojmë me një kovë ujë, të shuajmë zjarrin asaj ngatresë. Në misionin e tij, Avdi Rexha ka pas mbështetjen e pakërcyer të Komitetit Kombëtar të Pajtimit me zotin të pajtimit, të cilët ja kanë lehtësuar misionin e tij humanitar. Në rrugtimin e tij në fushën e pajtimeve ka pas edhe ndihmën e vazhdueshme të pakërcyer të Zenon Alis, i pranishëm Zogaj, Shaban Zmail Margjeka, Hamdi Baraktarit, Mehmet Alis, Sokol Delis, Bajram Sulimanit, Tadem Isufit, Zef Sokolit, e shumë të tjerë nga Malësia, Kosova, Dukagjini. Për këtë ndihmë u shprehim respektin dhe menjojnë më thellë. Besojmë që respektin për këtë ndihmë do ta mbajmë përgjithmonë djemt dhe nipat e Avdi Rexhës, me shpresën se rrugën e tij do ta vazhdojë siç po vazhdon djali i tij Zmail Avdia, që i ka për kushtimin për të gjitha mundësitë në këtë drejtim. Edhe një herë shprehim respektin dhe menjojnë për gjithë ju pjesëmarrës në këtë takim. Mirënjohje Bashkisë Qytetit Baramcuri për vlerësimin me titullin qytetar nderi si sot 10 vjet më parë, si dhe mirënjohjen e nderit të akorduar nga Bashkia e Baramcurit, Avdi Rexhës. Këto vlerësime janë obligim por dhe zotim për ne që veprën e tij ta vazhdojmë të çojmë atë. Faleminderit për E në një formë krejtësisht tjetër, ju drejtua të pranishmëve vajza e Avdi Malës, Bujana Malaj. Jam drejtuar në një mënyrë tjetër, babaj tim, nëpërmes një letre, nëpërmes një improvizimi si vajza me babën. Faleminderit për gjithë. I dashtun babë. Akripat e orës i prita mram, sa ashtu babë me pa të thanë. Në qofshë gjallë, ma mirë dhe t'ishte. Në shekullin tonë babë, në 100 vite. Dhe pse si e sot fizikisht, kanë ardhë shok të afërm e miq. I gjalli e sot, midis nesh, krenaria për ty, babë, po fletë. Mirë se erdhe sot në 100 vjetor në shekullin e lindjes tënde, babë. Sot të shamon gatë se kur, në këtë 100 vjetor, ku e mbush e plot histori, krenari e lavdi. Sot, asun nuk jam si për isha dje, kur për para meje me del figura jote, të preki e pa shmangshme në këtë 100 vjetor, në shekullin tanë të vuajtjes dhe të krenaris. Mirë se erdhe midis tanë këtyre njerëzve që i bashkove sot për të fole biseduar me ty, babë, për të marrë në gryk e për të kallëzuar se shekulli yt nuk ishte i kollajshëm, por e sfidove me mençurin, me urtësinë e kohës, ashtu si thojshe për herë. Nuk duhet përsëritet koha që ka shkuar, por gjithçka të marrin me vete. E njerëzit nuk duhet të gjykohen se e tillë ka qenë vetë ajo. Ti babë sot jemi disnesh, na ndëgjon, por nuk flet. Sepse don me qenë po ashtu siç ti ke dash të jesh, edhe i heshtur në burnin e malsorit të këtyne bjeshkve kreshnike. Babë, sot duhet të krenosh më shumë se asnjëherë tjetër, me djemtë e vajza që i lem rapa, me mbesa e nipa,
që lavdin tënde po mundohen të mbajnë e të vazhdojnë aty ku ti i le themelit e ngrituna, për të ndërtu muret e për të ecur përpara lavdis dhe krenaris, ku si shenjë simboli i kësaj lavdije të ngritën bustin tënë në këtë 100 vjetor të ditëlindjes, që ti bab të jetosh e gjallë midis nesh, midis këtij komuniteti, midis bujanit historik në zemër të Malësisë së Gjakovës, krenar, ku dyrët e kullës tande kur së mshelen, asnjëherë në asnjënën epokë të shekullit tënd. Bab, sa shumë kam me folë me ty e për ty, sa mal të derdhën bi atë bust të ngritur nga djali yt Zmaj Lavdia, me djemt e nipat e tu që u adërzove qelsin e lavdis, e shumë krenarë sot ecin në emrin e pleqnis, menqonis e krenaris tënde. Kjo dit në asoli pranveren, e bashkë me pranveren e rëdhëti, babi dashtën, e ule për sëri kom kryq në odat e tanë malësorve si mas zakonit e traditës së malësorit. Bab, themelit e trojeve tona mbajnë lavdin tënde, emnin tënd gjithashtu dhe gjithë shka që ti ke lanë dhe ti mbërmbajtën e trashëgu në breza, ashtu si që pëndodh edhe sot në këtë përkujtimore shekullore nga djemë dhe nipat e tu që dhanë e ban gjithë shka që ti bab të jesh krenar edhe atje ku prejesh në jetën e përjetshme. Bab, kjo letër sot e kjo bised e improvizuar nga unë nuk dua të mbarojnë kur, por ashtu si që na ke mësuar që të heshtim për para se të flasim, të ndigjojmë e të presim, të flasim e të japim mirësin nga vetja jonë, ashtu si që ishit edhe ju në misionin tuaj fisnik mbi 2 dekada. Ashtu si fjala e vepra jo të fliste gjithmonë për bashkimin kombëtar, ku vetë ju e thoshit me të madhe, se ne jemi Malësia Gjakovës, e ndame mes përmesit dhe duhet të jemi në sofrën e margëzën e madhe të Gjakovës heroike, ku lindi dhe rriti Bajram Curin, e ne të tanë krenohemi me figurën e ti patriotike dhe abdetare. Bab, ti na mësove të jemi si ti, të punojmë e të jetojmë me nderë, të thjesht, plot vitalitet, jo veç për veti, por edhe për të tjerë që ka nevojën tonë ashtu si që punuam dhe dhamë të gjithë së bashko. Bab, ti na mësove të përballemi edhe fatkeqësive, si jo të pakta ishin në troje tona, ku jeta nuk t'i kursej me vdekjet e 3 djemve në moshën më të mirë të jetesës, ku i përcolle me dignitet ashtu si që ditë e ti, të pritë të përcjell me burni e kurs të pa u kush, lotin në sy. Bab, gjithmonë ke hap derën e shtri dorën e pajtimit në misionin tanë, duke na mësu që misioni i pajtimit s'ka parti, s'ka fe. E feja për ty bab ka qenë e shenjtë, si vllaznim midis tyre, ku në familjen tënde ke plot mesa e nipat të feve në një harmoni të plot më shumë se ata që përkasin atyre feve. E për këtë bab është krejt merita e jote që kur nuk përbuze, por i ke dasht e respektuar ashtu si që ti dije dhe i njifje njerëzit e tu të afërt. Bab, na thoshe se nuk ka njëri në këtë botë që s'ka nevoj për njëri tjetrin, e këta të tjerë du t'jeni ju, ku emni ju e të vlerësot, jo prej jush, por prej atyre që ju i keni pa dhe ndihmuar. Bab, edhe pse me pak shkollë, ti ishe vetë shkolla jetës, të cilën edhe më së mirë në leksionet e tua fakulteti gjatë rrugës së saj. Diplomat e shkollës tande do mundohem t'i kapim edhe ne, të përvetsojmë dhe ne pasardhësit e tu, ndoshta jo aq shumë rezultate sa ti dhe si ti prisi fisnik e fistar të shekullit, por si literaturë e mirëfillt e njerëzve të mençur të fjalës vepres mirësisë e humanizmit. Bab, ti na mësove gjithçka, vetëm nuk na mësove se si të mësomi me mungesën tënde. Bab, me lejon që sot të drejtova me këtë letër në nder të 100 vjetorit të lindjes dhe të vjetorit të marrjes së titullit qytetar nderi i Tropojes dhe i kësaj malësie që ti deshte fort dhe kur nuk u dorëzove, por edhe vetë malësia të deshti fort. Në përkujtimorën e 5 vjetorit të ndarjes nga jeta, në emër të simbolit të krenarisë dhe venjen e busit përpara dyrëve të mëdha të shtëpiave dhe konaçeve tua që i përjetove vetë, duke thënë të mbahen hapën ashtu siç ka qenë dera e Kullës dhe Kalastan dhe që ndërtove në vështirësitë e dukshme të kohës. Dhe në emër të faqeve të librit që të shkrua me lavdin tënde, në emër të krejt misionit dhe misionarëve që kemi,
që keni dhënë së bashku në kontributin e pajtimit mbarëkombëtar, në emër të familjes së madhe dhe të fisit të madh të Amagjokaje, në emër të gjithë atyre që u gjende afër në të mirën e të keq, në emër të gjithë Kosovës, që ishte pjesë e pandashme për dekada me ty, e në emrin e të gjithë malësorëve dhe shqiptarëve kudo që ndodhen në diasporë apo në vende të tjera që mendove t'u hapje rrugën për t'u larguar në të drejtat e jetës, për të jetuar larg konflikteve e halleve, që ndoshta t'i kanë paraqit gjatë viteve të tranzicionit të kohës moderne të demokracisë së brisht. Na lejon bab që ne të jemi zani yt i fuqishëm, që ti babi dashton të jetosh gjithmonë i gjallë në emrin dhe lavdin tënde në breza me radhë. Faleminderit bab që na le rrugën e shtruar me tapetin e krenarisë tënde. Duke ju falendëruar të gjithëve në emër të babait ton të nderuar, emër për emër, që nga i vogli deri te më i madhi që nderuat këtë përkujtimore shekulli me pjesëmarrjen tuaj të ardhur nga të gjitha trevat shqiptare këtu në malësinë e bukur të Gjakovës për të lënë radhën Akademisë Misionare Avderexha mbas disa ditësh ku do të mbahet në Tiranë Internacional në emër të Komitetit Mbarëkombëtar të Pajtimit, në nder të 100 vjetorit, shekullit të lindjes së tij, duke qenë zëri i Avderexhës, ju të nderuar bashkëqytetar, malësor dhe jo vetëm. E të gjithë ju si e keni njohur dhe jetuar afër dhe larg tij. Nuk po them bab sa të kom dasht. Unë po të them se fort të dua 100 vjetorin sot ke ardhë bashkë me ne, me bisedua. Lavdin tënde do të mbajnë, sa shkollaj lavdi me pas, sa i madh është emni bab, letë si mplagësh deri në palc. Të nderuam që morën rrugët, babën ton për me nderu amanetin sot përcollën 100 vjetorin me kujtu. Gjithë këtë organizim e madhështoi edhe interpretimin nxënësës nga shkolla Konferenca Bujanit, e cila interpretoi poezinë kushtuar Avderexhës. Babë, më erdhe mbrëm, ndoshta dhe sonte, e din apo jo, është datëlindja jote. E që mund të bëj vallë ty për këtë datëlindje, pikuart e varrit të thur urime. Kurët mund të lvizin vetëm atë ditë, të shkojnë pak më tutje, se t'i bëjnë 100. Mbi gurin e varrit shkruhet emri jot, për ty veç datëlindje, për jetë e për mod. Për mbi lart në qiell, shikon e vërton, emrin krenari, për ty gjithmonë ron. Pas këtyre fjalimeve, ishte koha që të vazhdoj ceremonia me një këngë kushtuar Avderexhës, e interpretuar nga këngëtarët Marlen Qelia dhe Aranit Kuqana. Qëndron kalon. Fjallet me i reshtue, me i rendit me i vune kom, Avderexha burri rav, bon fjall ke me kënu për ty, o prej kur
fëmijë. Gjatë ceremonisë së mbajtur u fol edhe për librin kushtuar Avdi Rexhës nga autori Esat Bytyqi, i cili ka përmbledhur në këtë libër vedijen e burrit të ditur Avdi Rexha, që na kujton se historia e këtij kombi nuk është vetëm historia së shkuarës, por edhe ajo e së ardhmes, që jemi të detyruar ta ndërtojmë me të njëjtat vlera. Sot jemi mbledhur në këtë ditë të bardhë për të kujtuar dhe promovuar veprën e një burri të shëndritshëm me një rëndësi të gjithmotshme të flisnikut Avdi Rexha. Shpesh herë gjatë historisë tonë, Zoti na ka dhuruar njerëz të fuqishëm me mendje dhe shpirt të bukur që na kanë udhëhequr drejt dritës dhe kur nata kishte mbuluar gjithë tokën tonë të shtrenjtë. Patrioti Avdi Rexha nuk ishte thjesht një burr që i tha jo urrëtiës, por ishte një vegan që veproi fort që çdo jetë të shpëtohet, çdo shpirt të shërohet dhe çdo zemër të pajtohet. Avdi Rexha heci me hap të madh dhe të guximshëm. Çdo moment i rrugtimit të tij na tregon se sa të përgjithshëm duhet jemi për brezat dhe se sa rëndësishme është ta mundim brenda shpirtit tonë zemrimin e ta zëvendësojmë me muzën e ëmbël të paqes. Avdi Rexha shkundi me 100 vjetër dhe në vend të plagëve zgjodhi të dhuronte lule e të tregonte se brenda qenies njerëzore ekziston një urë e lartë që mban një dritë të përhershme ndezur. Lavdi o burri madh i Mallësisë Gjakovës dhe kombit, bekuar qoftë vepra jote. Për të folur rreth librit u ftua të marrë fjalën edhe bashkautori Agronisa Xhedia. Nuk do flas si bashkautor, por si doja e Avdi Rexhës. Ata pak veta që më njohin si doja e Avdi Rexhës, janë pjesa më e madhe që më njohin, si Agronisa Xhedia nuk e dini se po se jo të gjithë, sepse ka ndryshuar edhe gjeneratat, por duhet me thonë këto, që unë jam një nga dojtë të ti, jo më i miri, po më dha fjala koha me fol. Më të mirë të kanë ikë, tjertë më rrethojnë më të mirë se sa mua. Por do të thëmë se Avdi Rexha ka qenë ai person dhe ai personalitet i cili me fjalën e tij, me koj, por parazitash parandaloj. Dhe kjo është vepra më e madhe e cila nuk shifet dukshëm, por është më e madhe e vepër. Ai lindi dhe u rrit si Feniksi, nga një njeri i thjesht dhe u bë personalitet. Ajo bën një kryer tak. Dhe si tillë, si doj ti, është krenari për mua që normalisht ai personalitet na përket i pjesë edhe ne, përveçvisit vet, edhe dajve të tij Bytyqit. Si tillë domon u falenderoj gjithë ju pjesëmarrësve që morët pjesë në këtë ditë përkujtimore dhe u ktheshin vetëm për të mira e përgëzime. Ju faleminderit. Avdi Rexha ndroi jetë moshën 95 vjeçare, vend të madh, i la vetës dhe emër të pashlyeshëm, la mbrapa në historinë e Bujanit dhe të Malësisë Gjakovës. Vdekja e këtij burri të artë, tradite e zakoni nuk është humbje vetëm e familjes dhe njerëzve të tij, por për gjithë Krasniqën dhe Malësinë.